Mos t'ju dëgjoj të thoni që nuk e përgatisni dot kremi karamel sepse është shumë i thjeshtë për t'u bërë. Do të fillojmë me karamelin. Këtu kam 6 luguj, 120 gram sheqer, i vendosim në zjarr dhe do të filloj pastaj do të shkrim mirë sheqeri dhe do të marrë këtë ngjyrën kafe. Do ta shtojmë tek tava që do përdorim ose mund të përdorni tava të vogla. Ka marrë 6 vezë vital, po ti shikoni tani paketimi i jeshili ka të bardha, paketimi i kuq i ka të kuqe. Ka marrë nga këto 15 të kësaj radhe dhe i gjeni në çdo market. 3 vezë të plota, 3 të verdha vezësh, 110 gram me sheqer dhe pak vanilje. Do t'i rrahim mirë të shkri sheqeri dhe do të shtojmë 700 ml qumësht. I trazojmë dhe i kalojmë në kulles sepse formohet kjo shkuma. Do ta heqim shkumën dhe prap kur e kam kaluar tek tava, e kam kaluar prap në kulles. Tavën drejt këndësh ose tava me forma nëse doni ta bëni aty, e kalojmë në një tavë të madhe, e mbushim tërçerekun me ujë të nxehtë, i heqim edhe ato bulzat që janë krijuar sipër me kartpecet dhe do ta pjekim kremin karamel për 1 orë me 160 gradë. E kam provuar edhe me kunjën e dhëmbëve, nëse dele pastër, kremi karamel është gati. E lëm të ftohet, do ta hapim nga anët dhe pastaj do ta kalojmë, shikoni, do ta kalojmë në një pjatë. E kam vendosur në pjatë të vogël për shembull nëse bëni forma të vogla ose kështu drejt këndësh, nëse e bëni te forma e kekut. Dhe ajo çarja është krijuar nga që futa atë kunjën për ta parë nëse ishte bërë apo jo. Do ta presim në feta dhe do ta shijojmë. Nëse bëni te kjo forma nga një fetë në pjatë, është shumë i shijshëm.